Më shumë se 45.000 libra vetëndihmues publikohen çdo vit. Mbi 200.000 podcaste mbi kategorinë e zhvillimit personal. Por po sikur t'ju thoja se të gjitha zbehen në krahasim me zhvillimin shpirtëror që mund t'ju jap në jetën tuaj dhe besimin tuaj një libër i vogël, vetëm 6 kapituj, 2000 fjalë dhe 20 minuta nga koha juaj, përsëri ndikimi i tij zgjat një jetë të tërë. Ai shpjegon në mënyrë të përmbledhur dhe të fuqishme se çfarë do të thotë të besoni dhe si të zbuloni thirrjen e Perëndis për ju, si të gjeni qëllimin, të kapërceni pengesat, të lidheni me të tjerët, të gjeni jetën që doni, të duroni vështirësitë, të përjetoni plotësinë e jetës, dashurinë pa kufi dhe përfundimtarja, të jeni ai ndjekës i Krishtit që gjithmonë keni dashur të jeni. Bashkohuni me mua në fjalën e Perëndis teksa gjejmë rrugën e vërtetuar për të ndërtuar besimin që lulëzon, ndikon dhe duron. Një besim që tregohet me sjellje. Gjithçka fillon me librin e Efesianëve. Pas pak në moment vendimtar. Qirë madhështor, ose gëzim që një mjeran si unë shpëtoi. Pali na ndihmon që të kuptojmë se çfarë do të thotë mjeran. Ai na tregon se si kemi qenë përpara se të vinim te Krishti, por ishte hiri madhështor i Perëndis që erdhi në jetën tonë dhe na nxori nga bataku i mëkatit dhe na vendosi në një shkëmbë të fortë. Faleminderit që po ndiqni moment vendimtar. Dhe tani po ju lë me doktor Jeremia dhe mesazhin e tij. Shpëtimi i pastër dhe i thjeshtë. Më 26 maj 2013, ora 16:30, një dallgë stërmadhe oqeani u përplas pas Jason 4, një remorkiator që po të riqte një anije cisternë në brigjet e Nigerisë. Dallgët shpërndan val uji përgjatë kuvertës, duke çarë një pjesë të trupit të anijes dhe duke e përmbysur anijen anash. Në atë kohë, Harrison Okin, kuzhinjeri 29 vjeçari i remorkiatorit, ishte në tualet duke u përgatitur për ditën. Ndërsa barka filloi të fundosej, ai me forcë hapi derën metalike të tualetit dhe rryma e mori nëpër një korridor të ngushtë. Kur më në fund barka e përmbysur zbriti në dyshemene e oqeanit Atlantik, Harrisoni çau nëpër ujërat e ftohta akull dhe u fut në një kabinë me një xhep ajri 1.2 metra. Dhe ai gjeti 2 dyshek dhe improvizoi një platformë për ta mbajtur kokën mbi ujë. Tani i zhytur pa shpresë në fund të oqeanit, gjithçka që mund të bënte ishte të lutej. Gjithçka për ti ishte errësirë, ai thot po qaja dhe i thrisja Jezusit që të më shpëtonte, isha shumë i uritur dhe jetur dhe kisha ftohtë, dhe po përpiqesha të shihja ndonjë dritë. 60 orë më vonë, në dukje i pa shpresë, lutjet e tij morën përgjigje kur ai vuri re një dritë. Pastaj dëgjoi zërin e ekipit të shpëtimit dhe filloi të godiste me një çekan muret prej çelikut kabinës së tij. Zhytësit holandez që e gjetën nuk ju besuan syve të tyre. Ndërsa zgjateshin të kapnin dorën e një njeriu që e menduan të vdekur, ajo dorë kapi të tyren. I vetmi nga 12 vetë në bord që mbijetoi. Okini nuk e ka harruar kurrë atë ditë. Ditën kur u shpëtua me mrekulli nga vdekja e sigurt. Ai thot jeta që më ka mbetur nuk mjafton për të falendëruar Perëndin për këtë mrekulli, është e pabesueshme. Mungesa e shpresës dhe pafuqia që ndjeu Harrisoni është një panoramë e shkëlqyer për gjendjen tonë të dëshpëruar të ndarë nga Jezus Krishti. Si mëkatar të humbur, të armiqësuar me Perëndin, jemi të pafuqishëm dhe të pashpresë dhe nuk mund të bëjmë dot asgjë vetë për ta rregulluar situatën tonë. Nëse do të shpëtohemi, kjo do të jetë rezultati i përpjekjeve të Perëndis, jo tonave. Ajo që do të studiojmë në librin e Efesianëve, ajo që do të eksplorojmë së bashku, mund të jetë shpjegimi më i mirë i kësaj të vërtete në të gjithë Biblën dhe prezantimi më i përmbledhur i Ungjillit në të gjithë fjalën e Perëndis. Në këto vargje, Pali na shpjegon mesazhin e qartë të shpëtimit, thjesht dhe qartë. Në doni të dini çdo të thotë jesh i krishter. Në doni të dini çdo të thotë të përjetosh bekimin e shpëtimit. Këto vargje janë vendi ku duhet të kërkoni. Edhe pse mund të shkoni në shumë kisha, mund të mos zbuloni dot kurrë se çdo të thotë jesh i krishter. Ne flasim shumë për qenit i krishter. Por shumë njerëz nuk e dinë se çfarë është dhe unë duhet ju them dhe këtë nuk e them unë, por e thot shkrimi, fjala e Perëndis. Nëse më dëgjoni me kujdes sot, nuk ka mundësi që të largoheni sot dhe të mos e dini se çdo të thotë ti jesh i krishter. Nëse jeni të krishter, atëherë duhet ta ruani veten dhe të kujtoni se çfarë ka bërë Perëndia për ju.
Kujtoni se nga çfarë ju ka shpëtuar ai. Mendoni se ku mund të ishit sot nëse nuk do të ishte për Krishtin. Pasazhi tek Efesianëve, kapitulli 2, fillon me arsyen sepse ne kemi nevojë të shpëtohemi, arsyen për shpëtimin. Pse ne duhet që të shpëtohemi nga dikush tjetër dhe jo nga vetja jon? Duhet të them sepse ne si të krishterë nuk mund të jemi si fetë tjera, ku njerëzit përpiqen të bëjnë më të mirën dhe shpresojnë se do t'ja dalin që mbase jemi më të mirë se të tjerët dhe të përpiqemi të ngjitemi me anë të veprave tona të mira dhe në fund ta meritojmë favorin e Perëndis. Të gjitha fetë tjera janë kështu. Të gjitha fetë tjera të botës përpiqen që të arrijnë vetë te Perëndia, kurse krishtërimi është e vërteta që Perëndia zgjatet te ne. Pali u përgjigjet këtyre pyetjeve në vargjet 1 deri në 3. Ai është shumë i drejt për drejt. Ai është shumë i përqendruar. Ja se çfarë thot ai. Ai ju dha jetë edhe juve, që ishit të vdekur në faje dhe në mëkate, në të cilat keni ecur dikur sipas ecjes së kësaj bote, sipas prijesit të pushtetit të erës, sipas frymës që vepron tani në bijtë e mosbindjes, ndërmjet të cilëve edhe ne dikur jetuam në lakmitë e mishit ton, duke i plotësuar dëshirat e mishit dhe të mendjes dhe ishim prej natyre bij të zemrimit. Ashtu si edhe të tjerët, Pali thot që të kthejmë kokën pas, kështu kemi qenë ne, kështu kemi qenë, përpara se të bëheshim të krishterë. Siç e përmendë, këto vargje janë të drejtë për drejta dhe janë të fuqishme. Pali na shpjegon neve 5 gjendjet njerëzore që janë të vërteta për ne përpara se të bëhemi të krishterë. Së pari, Biblia thot se ne ishim të vdekur. Ne nuk mund ta shpëtojmë dot veten, sepse pa Krishtin ne jemi të vdekur shpirtërisht. Ai ju dha jetë edhe juve, thot Pali, që ishit të vdekur në faje dhe në mëkate, sipas fjalës së Perëndis. Çdo qenie njerëzore që nuk ka marrëdhënie me Perëndin përmes besimit në Jezus Krishtin është i vdekur shpirtërisht. Ne mund të jemi njerëzit më të gjallë fizikisht që ne njohim, por pa Jezus Krishtin ne jemi të vdekur shpirtërisht. Të vdekur para Perëndis, të vdekur për gjërat e Perëndis, të shurdhër ndaj zërit të tij. Biblia na duket marrëzi, ne nuk jemi të gjallë shpirtërisht. Pali thot se ne ishim të vdekur në faje dhe në mëkate. Ka një lidhje mes këtyre koncepteve. Mëkati dhe vdekja janë partner. Romakëve 6:23 thot sepse paga e mëkatit është vdekja. Të ndarë nga Krishti, ne jemi të vdekur në mëkatet tona dhe kjo gjendje fillon që kur lindim. E di që është e vështirë për ta besuar se ato foshnja të vogla, të bukura, të veçanta dhe të dashura kanë lindur me një natyrë mëkatare, por nëse tregojmë të sinqert për këtë, nuk do të kemi problem që të gjejmë shembuj sa të duam për gjatë rrugtimit. Në historinë e gjatë të racës njerëzore kemi 3 pikpamje themelore për natyrën njerëzore. Kent Hughes thot se këto 3 natyra janë: njeriu është mirë, njeriu është i smur, ose njeriu është i vdekur. Nëse e para është e vërtet, idhtarët e kësaj pikpamje thonë ti je mirë, thjesht mbaj dietë, bëj disa ushtrime, merr ca vitamina, edhe do të jesh mirë. Idhtarët e pikpamjes së dytë bien dakord që njeriu është i smur, mbase edhe i smur për vdekje, por situata e tij padyshim nuk është e pashpresë. Por pikpamja biblike thot se njeriu është i vdekur në fajet dhe mëkatet e tij dhe gjithë ndihma që mund t'i jap vetes nuk do t'i shërbente për asgjë. Mund të shkoni në një varrez, të bëni thirrje nga mëngjesi deri në darkë që ata të zgjohen, por ju premtoj se askush nuk do të ngrihet nga varri. Dhe e njëjta gjë është e vërtetë për ata që mbase nuk e njohin Krishtin. Ne mund të jemi njerëz të mirë, nuk po them se nuk jemi të mirë. Por për sa i përket Perëndis, kjo pjesë e jetës sonë është e vdekur. Ajo nuk është aktive, nuk ka asnjë lloj mundësie. Ne mund ta kuptojmë se për çfarë kanë fjalën njerëzit që flasin për besimin në Krishtin, por nëse ne vetë nuk kemi besim në Krishtin, nuk e kemi frekuencën që na nevojitet për të folur me Perëndinë e plotfuqishëm në qiell dhe të kemi një marrëdhënie me të. Deklarata e parë, e drejtë për drejtë e Palit, është se nëse nuk e njohim Krishtin, ne jemi të vdekur shpirtërisht. Dhe pastaj thotë se ne jemi të mashtruar. Ne jemi të mashtruar nëse nuk e njohim Krishtin. Jo vetëm që jemi të vdekur shpirtërisht përpara se ta takojmë Krishtin, por jemi edhe të mashtruar. Ne po jetojmë një gënjeshtër. Pasi ka përmendur shkeljet tona dhe mëkatet tona, Pali shton, në të cilat kemi ecur dikur sipas ecjes së kësaj bote, sipas prisit të pushtetit të erës. Për shkak se jemi të vdekur në shkeljet dhe mëkatet tona sipas Palit, ne ecim sipas rrugës së kësaj bote. Kjo do të thotë se ne ecim brenda udhëzimeve dhe kufive të sistemit
që vepron në botën tonë të sotme jemi si zombi, burra dhe gra të vdekur që sillen vërdall duke jetuar jetën sipas cilido sundimtari që është në botë dhe sipas çdo gjëje që ai do që ne të bëjmë dhe pastaj përmend një pyetje interesante, cili është sundimtari i kësaj bote. E po mund thoni pastor, të gjithë e dinë këtë, është Perëndia. Në një kuptim teknik kjo është e vërtetë. Por Perëndia është sovran mbi të gjithë universin, ai ka krijuar dhe i mban gjithë gjërat, që do të thotë se ai ka kontroll mbi të gjitha gjërat. Në nivelin përfundimtar ai është në kontroll të botës sonë, por në nivelin praktik, siç e dini ju të gjithë, Satani është në kontroll, demonët janë në urdhrat e tij dhe ai është princi i pushtetit të erës. Satani ka një sistem të tërë të së keqes që vepron në botën e sotme. Në fakt, po të lexojmë librin e Danielit, do të na krijohet përshtypja se ka demon që janë caktuar për secilin kom dhe rajon në të gjithë botën. Pra sistemi dhe makinacionet e botës sonë aktualisht sundohen nga forcat e skeqes dhe ne kemi qenë të gatshëm për të marrë pjesë në këtë sistem përpara se të shpëtoheshim. Shumica prej nesh nuk e kuptonte se çfarë po ndodhte, ne mendonim se po jetonim jetën tonë duke bërë më të mirën, por ne po merrnim pjesë në një rebelim të drejtuar nga Satani kundër Perëndisë, ne ishim të mashtruar. Dhe pastaj Pali thot se jo vetëm që ne ishim të vdekur e të mashtruar, por të pabindur ndaj Perëndisë. Në fund të vargu 2 ai përmend, sipas frymës që vepron tani në bijt e mosbindjes. Përpara se të takonim Krishtin, ne në mënyrë aktive dhe të vullnetshme e refuzonim shpesh atë që dinim se ishte drejt. Përpara shpëtimit, i bënim gjërat sipas mënyrës sonë, të bënim çdo gjë siç donim vetë që ta bënim. Përfshirë këtu edhe fatin ton të përjetshëm dhe për këtë arsye kemi ende njerëz që vinë vërdall sot duke thënë, unë meritoj që të shkoj në parajs, sepse jam njeri i mirë. Unë jam bashkëshort i mirë, unë jam baba i mirë, unë jam para për bamirësi. Ata që janë jashtë planit të Perëndisë janë të dëshpëruar për të krijuar rregullat e veta dhe në këtë mënyrë të bëjnë vetë një plan për shpëtimin. Për fat keq, kjo nuk është reale, nuk është e vërtetë. Kur Pali flet për bijtë e mosbindjes, ai nuk po i referoi mosbindjes tonë kundër Perëndisë, po u referoi dështimeve tona për të përmbushur edhe vetë standardet tona. Nuk mund të themi nuk ka nevojë për Perëndim për të shkuar në parajs, mund të shkoj vetë në parajs, thjesht do të jem njeri i mirë. Sa i mirë duhet të jesh, duhet të jemi përsosmërisht mirë. Unë u them njerëzve sa më shpesh që mundem, Perëndia nuk na vlerëson mbi standardet tona. Ne duhet jemi të përsosur, ne duhet jemi të shenjtë, ashtu si ai, asnjë prej nesh nuk e arrin dot këtë. Ne kemi nevojë për diçka nga jashtë që të hyjë në jetën tonë, dhe ne dim se kjo diçka është dikush që është Jezus Krishti, që zgjatet poshtë për të na ngritur ne nga mjerimi i mëkatit tonë. Ne jemi të vdekur, të mashtruar, të pabindur, dhe Bibla shkon edhe më tej dhe thotë se ne jemi të ndotur, ndërmjet të cilëve edhe ne dikur jetuam në lakmitë e mishit tonë, duke i plotësuar dëshirat e mishit dhe të mendjes. Tani këtu ai nuk po flet thjesht për seksualitetin. Shpeshherë mendojmë se epshi është thjesht seksualitet, por nuk është vetëm kaq. Do thotë të mendojmë që ne mund të bëjmë çfarë të duam në të gjitha llojet e situatave. Sa njerëz shihni sot që po jetojnë për veten dhe që u interesojnë vetëm nevojat e tyre egoiste. Kështu kemi qenë edhe ne para se të na merrte Perëndia, nuk e shihnim jetën tonë përtej vetes son, shihnim vetëm veten. Por pjesa më e keqe e kësaj liste që na jep Pali në këto 3 vargje të para të kapitullit të 2 është se ishim të mallkuar. Tani në këtë pikë të mesazhit mund ta imagjinoj që mund të ndiheni të dekurajuar, mbas edhe të mërzitur, mbas e po mendoni nuk erdhën kish që ti të më tregoje se jam i vdekur, i mashtruar, i pabindur, i ndotur dhe i mallkuar. E kuptoj këtë. Dhe lajmi i mirë është se unë dhe ju nuk kemi asnjërin prej këtyre nëse jemi të krishterë, jo më. Mos harroni që Pali po u përshkruante Efesianëve, por në të njëjtën mënyrë edhe neve, se si kemi qenë përpara se të përjetonim bekimin e shpëtimit. Pse po e bën ai këtë? Ai do që njerëzit të kuptojnë se pse kanë nevojë që të shpëtohen. Babai im ishte pastor dhe më thoshte, David, gjëja më e vështirë e predikimit është i bësh njerëzit të humbur në fillim që pastaj të mund të shpëtohen. Shumë njerëz vinë në kishë dhe mendojnë se janë në rregull. E dini? Ne dikur e bënim këtë pyetje kur flisnim me njerëzit për besimin e tyre, nëse do të qëndrosh sot përpara Perëndisë, dhe ai do t'ju thoshte, pse duhet të lë të hysh në parajsën time, çfarë do të thoshit, dhe mbase këtë pyetje mund ta kem bërë me mijëra herë. Dhe përgjigjet janë gati pashmangshmërisht njësoj. Një listë e gjatë me çdo gjë që mendojmë se e kemi bërë për ta merituar parajsën, që mund të jetë diçka e mirë nëse mund të shkonim në parajsë duke bërë vepra të mira, por nuk mundemi. Edhe nëse ne jemi punëtorët më të mirë, ne kurrë nuk mund të jemi të përsosur. Dhe Bibla thotë se nëse shkelim ligjin në një pikë, e kemi shkelur gjithë ligjin. Ligji është si një zinxhir. Po i hoqe një hallk, ai shpërbëhet i gjithi. Ajo që Pali do që ne të kuptojmë, ajo që të gjithë duhet kuptojmë, nëse po më dëgjoni sot dhe nuk e njihni Jezus Krishtin,
Mund thoni, e po jam në një program, e po pa çfat me atë. Programi nuk ka për t'ju çuar askund, keni nevojë për një shpëtimtar personal që të vijë dhe të jetojë në zemrën tuaj, edhe t'ju ngrejë mbi të gjithë këtë. Sepse Biblia thot se pa Jezus Krishtin, kështu jemi ne. Ne jemi të vdekur. Ne jemi të humbur. Ne jemi pa shpresë. Kurdoherë që të ndjemi të tunduar për të ndjerë krenar në faktin se jemi të krishterë, kujtoni se nga keni ardhur. Ktheni kokën pasat dhe shikoni se ku keni qenë dhe falenderoni Perëndin për atë që ai ka bërë për ju. Disa prej nesh mund të jenë rritur në familje të mira, në familje të krishtere dhe jemi bërë të krishterë. Faleminderit Perëndis nga ajo që kemi shpëtuar. Kjo është arsye pse kemi nevojë që të shpëtohemi, kjo është arsye e shpëtimit, por tani kemi lajmin e mirë. E dini që lajmi i mirë vjen gjithmonë pasi e kuptojmë se pse kemi nevojë për lajmin e mirë. Efesianëve 2:4, por Perëndia që është i pasur në mëshirë për shkak të dashurisë së tij të madhe me të cilën na deshi. Nëse mbani shënime në Biblën tuaj, rrethojeni këtë fjalë, por Perëndia. Më pëlqen mënyra se si e fillon Pali këtë pjesë të letrës së tij. Në vargjet 1 deri në 3 ai na përshkruan të gjitha arsyet sepse nuk kemi shpresë larg Krishtit. Ne notonim në një oqean të mëkateve tona, pa mundësi për të kthyer në breg, ishim të marrfund. Por Perëndia, në shumë mënyra, këto janë dy fjalët më të mëdha në shkrim. Mund të themi vetëm këto dy fjalë dhe të përmbledhim të gjithë temën dhe mesazhin e fjalës së Perëndis. Adami dhe Eva ishin përjetësisht të humbur për shkak të mëkatit të tyre, por Perëndia, në ajo meritonte të mbytej bashkë me pjesën tjetër të botës, por Perëndia. Jona nuk bëri asgjë për të merituar një mundësi të dytë, por Perëndia. Njerëzimi e meritonte zemërimin e plot dhe përfundimtar, pasi e kryqëzoi shpëtimtarin e botës. Por Perëndia, e kuptoni, merrni çfarë do lloj situate që doni, sa do e keqe që të jetë, fusni Perëndinë në mes të saj dhe çdo gjë ndryshon. Por Perëndia, i ndjeri James Montgomery ka thënë, nëse i kuptoni këto dy fjalë, do t'ju shpëtojnë shpirtin. Nëse i kujtoni çdo ditë dhe jetoni sipas tyre, do t'ju transformojnë jetën. Perëndia është ai që bën ndryshimin. Në situatën kur jemi të ndarë nga Perëndia, ka vetëm një përgjigje. Kemi nevojë për Perëndin, kemi nevojë për Jezus Krishtin. Në vargjet 4 deri në 9 na thuhet, por Perëndia që është i pasur në mëshirë për shkak të dashurisë së tij të madhe, me të cilën na deshi, edhe atëherë kur ishim të vdekur në faje, na dha jetë me Krishtin, ju jeni shpëtuar me anë të Hirit, edhe na ringjalli me të dhe na vuri të rrim në vendet qiellore në Krishtin Jezus, për të treguar në epokat që do të vinë pasurinë e pamast të Hirit të tij me anë të mirësisë ndaj nesh në Krishtin Jezus. Ju në fakt jeni të shpëtuar me anë të Hirit nëpërmjet besimit, dhe kjo nuk vjen nga ju, por është dhurata e Perëndis, jo nga veprat, që të mos mburret askush. Tani duhet ju jap një udhëzim të shpejtë për ato që duhen për të qenë të krishterë. Këtë bën Pali më pas, ai përdor shprehje që ne i njohim, por i vendos në rendin e dur, ja se cila është e para, mëshirë e pasur, thueni këtë me mua, mëshirë e pasur, por Perëndia që është i pasur në mëshirë. Përbërësi i parë në recetën e Perëndis për shpëtimin është mëshira. Pali i kujton lexuesit të tij se Perëndia është i pasur në mëshirë, ai ka mjaftueshëm mëshirë për çdo. Po ju them një psalm të mrekullueshëm që flet për këtë. Psalmi 103, vargjet 8 deri në 12. Zoti është i mëshirshëm dhe zemërbut, i ngadalshëm në zemrim dhe i madh në mirësi. Ai nuk grindet për jetë dhe nuk e ruan zemrimin gjithnjë. Ai nuk na trajton siç e meritojnë mëkatet tona dhe nuk na dënon në bazë të fajeve tona, sepse sa të lartë janë qiejt mbi tokën, aq e madhe është mirësia e tij ndaj atyre që kanë frikë prej tij. Sa larg është lindja nga perëndimi, aq shumë ai ka larguar nga ne fajet tona. Çfarë është mëshira? Ja çfarë është mëshirë, do të thotë që Perëndia na e kursen ne atë që meritojmë vërtet. Dëgjoj njerëz që thonë, po unë dua thjesht drejtësi, unë nuk dua drejtësi, unë dua mëshirë. Nëse do të merrnim drejtësi, atëherë do të merrnim atë që do të meritonim. Por Perëndia është i pasur në mëshirë. Më pëlqen ajo që thot pastori Dane Ortlund për këtë. Ai thot Bibla na thot se Perëndia nuk është dorë shtrënguar me mëshirën, ai është dorë lëshuar, ai është i pasur. Jo i kursyer, por dorë gjerë, jo i varfër, por i pasur. Që Perëndia është i pasur në mëshirë do thot se vendet e turpit dhe keqardhjeve tona më të thella nuk janë hotele nga ku kalon mëshira, por janë shtëpi në të cilat mëshira banon. Do thot se gjërat që neve na bëjnë të mpakemi më shumë, atë e bëjnë që të na përqafojë më fort.
Do të thotë se mëshira e tij nuk bën llogari dhe e sape si tonat, është e pakufizuar, e rrjedhshme, gjithëpërfshirëse, shpirt madhe. Do thotë se turpi që na përndjek nuk është problem për të, por turpi është ai ku atij pëlqen të punojë më shumë. Do thotë se mëkatet tona nuk bëjnë që dashuria e tij të goditet. Mëkatet tona bëjnë që dashuria e tij të zgjatet para edhe më shumë. Perëndia i plotfuqishëm është i pasur në mëshirë. Unë dua t'ju a them këtë sot. Kushdo që t'jeni, çfarëdo që të mendoni, se është përtej aftësive të Perëndis për t'ju prekur. Ja se çfarë na thot Bibla. Bibla na thot se Perëndia ka shumë herë më shumë mëshirë. Asgjë që mund të bëni ju nuk mund t'ju mbaj larg saj. Perëndia ka mëshirë. Ai na e kursen atë që ne meritojmë. Pastaj Bibla thot se ai ka një dashuri të madhe, por Perëndia që është i pasur në mëshirë për shkak të dashurisë së tij të madhe. Pse Perëndia na ka dhënë mëshirën e tij? Sepse ai na deshi. Pse na deshi ai ne? Sepse Perëndia është dashuri, jo sepse ne kemi bërë ndonjë gjë që ta bëjmë atë që të na dojë. Kujtoni se nuk është për shkak të asaj që bëjmë ne, por për shkak të asaj që ai ka bërë. Unë dhe ju nuk e meritojmë të na dojë dikush, jo nga Perëndia. Por gjithsesi ai na do, shkrimi na e bën të qartë këtë. Vargu në Bibël më i famshëm në botë, që pak a shumë e din të gjithë. Sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha birin e tij të vetëm lindurin, që kushdo që beson në të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme. Dhe Romakëve 5:8 thot, por Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh, në atë që kur ende ishim mëkatar, Krishti vdiq për ne. Dhe Gjoni 1 thot, në këtë është shfaqur dashuria e Perëndisë ndaj nesh, se Perëndia dërgoi birin e tij të vetëm lindurin në botë, që ne të rrojmë nëpërmjet tij. Në këtë është dashuria, jo se ne kemi dashur Perëndin, por që ai na ka dashur ne dhe dërgoi birin e tij për shlyerjen e mëkateve tona. A e kuptoni arsyen sepse nuk kemi ngecur në vdekjen, mosbindje dhe ndotjen tonë? Jo, nuk kemi ngecur, sepse Perëndia ka shumë mëshirë dhe Perëndia ka shumë dashuri. Ja cila është e treta, ai është i pasur në hir. Tani më lejoni t'ju tregoj ndryshimin mes mëshirës dhe hirit, është shumë e thjeshtë, dëgjoni pak. Mëshirë do të thotë që Perëndia të na kursej nga ajo që meritojmë, kurse hir do të thotë që Perëndia të na jap atë që nuk e meritojmë. Pikërisht kjo ndodh kur bëhemi të krishterë. Ai mbulon mëkatet tona me mëshirë dhe ai na jep jetën e përjetshme. Atë që as ju as unë nuk e meritojmë, ky është hiri i Perëndisë. Efesianëve 2:5 thot, ju jeni të shpëtuar me anë të hirit në vargun 7 për të treguar në epokat që do të vinë pasurinë e pamas të hirit të tij. Të gjithë ne që jemi të krishterë na pëlqen të këndojmë këngën që gati e këndojmë çdo javë këtu çir madhështor, o sa gëzim që një mjeran si unë shpëtoi. Pali na ndihmon që të kuptojmë se çfarë do të thotë mjeran. Ai na tregon se si kemi qenë përpara se të vinim te Krishti, por ishte hiri madhështor i Perëndisë që erdhi në jetën tonë dhe na nxori nga bataku i mëkatit dhe na vendosi në një shkëmb të fortë. Dëgjoni se çfarë i shkruan Pali Timoteut. Ai thotë që më parë isha blasfemues, përndjekës dhe i dhunshëm, por mu dha mëshira sepse i bëra nga padia në mosbesimin tim, kështu hiri i Zotit ton teproi pa mas me besimin dhe dashurinë që është në Jezu Krishtin. Mëshirë e pasur, dashuri e madhe, hiri pa mas dhe e katërta, dhurat falas. Ju në fakt jeni të shpëtuar me anë të hirit nëpërmjet besimit dhe kjo nuk vjen nga ju, por është dhurata e Perëndisë. Duket shumë e mirë për të qenë e vërtet. E di që na është thënë shpesh herë se nuk të fal njeri asgjë në këtë jetë, por realiteti mbetet i njëjtë. Perëndia i ka ofruar dhuratën e shpëtimit gjithsecilit prej nesh, që do ta marrë atë, përfshir mua dhe ju. Ai na e ka ofruar atë falas. Një reklam e marinës amerikane përshkruante një shpatë dhe poshtë saj fjalët e merituar kur e falur. Mesazhi, nëse do që të bëhesh marinës, këtë duhet ta meritosh përmes sakrificës, vendosmërisë dhe punës pa lodhur. Por nëse duam që të bëhemi të krishterë, duhet të ndryshojmë thënien. Duhet që të ndrojmë fjalën e parë dhe të tretë të sloganit të marinës. Kuptoni që mesazhi i Ungjillit është e dhënë, kur e merituar. Ju kur nuk mund ta meritoni shpëtimin tuaj, është dhuratë. Të bëhesh i krishterë nuk është si të bëhesh marinës. Ju nuk mund ta shpëtoni shpirtin tuaj përmes sakrificës dhe vendosmërisë. Ai nuk është një medalje që duhet merituar, është një dhuratë që duhet pranuar. A e keni pranuar këtë dhuratë? Pra si mund ta pranojmë? Si ndodh kjo realisht? Po kura e Perëndisë për jetën tonë është mëshira e pasur, dashuri e madhe, hiri i pamas, dhurata falas, përmes besimit. Ne e pranojmë dhuratën e shpëtimit përmes besimit. Ne nuk mund ta marrim këtë dhuratë përmes veprave. Përmes përpjekjeve tona, Pali bën një punë të madhe për t'ju shpjeguar këtë të vërtetë Efesianëve. Ai thotë ju në fakt jeni të shpëtuar me anë të hirit nëpërmjet besimit dhe kjo nuk vjen nga ju, po është dhurata e Perëndisë, jo nga veprat, që të mos mburret askush.
Mund thoni të gjitha këto janë të mrekullueshme, por çfarë është besimi? Si funksionon kjo? Kjo do thotë që të arrish në atë pikë. Nëse mund të përdor këto fjalë me kujdes, sa të vini bas jetën tuaj mbi Jezus Krishtin. Dikur kam përdorur një akronim për të shpjeguar se çfarë është besimi, ja si është. Braktis gjithçka dhe i besoj atij, kjo është besimi. Besimi është që të largohesh nga çdo gjë që mund të shpresosh dhe ta vendosësh besimin tënd për të shkuar në parajs. Duke kuptuar se vetmja shpresë për të shkuar në parajs, e vetmja shpresë që kemi për të shpëtuar është në Jezus Krishtin. Jo Jezus Krishti plus diçka tjetër, jo Jezus Krishti dhe një katekizëm, jo Jezus Krishti dhe bëj më të mirën që mundem, është vetëm Jezus Krishti, asgjë më pak, asgjë më shumë. Besim. Charles Spurgeon e përshkruan në këtë mënyrë, ai thotë gjendja jonë është si ajo e një fëmie në një shtëpi që po digjet, i cili ka arritur deri në cep të dritares dhe tani po mbahet te parmaku i saj dhe flakët e zjarrit po dalin nga dritarja poshtë. I shkreti fëmijë do të digjet së shpejti ose do të bjerë dhe do të bëhet copash. Dhe prandaj ai po mbahet fort për t'i shpëtuar vdekjes. Ai nuk guxon të lëshojë parmakun derisa një burr i fortë poshtë t'i thotë: "Djalosh, lëshohu, do të ka punë." Tani nuk është besim shpëtues që djali të besojë se ai burr është i fortë. Kjo është e dukshme. Kjo është një ndihmë e mirë drejt besimit, por ai mund ta dikte dhe sërish të vdes. Besim quhet kur djali lëshohet dhe bie në krahët e mikut të tij të madh. Kështu je ti mëkatar që mbahesh fort pas mëkateve të tua dhe veprave të tua të mira. Shpëtimtari thotë lëshohu në krahët e mi. Nuk do të thotë bësh gjë, nuk do të thotë të heqësh dorë nga ajo që po bën, nuk ka të bëjë me veprat, por me besimin e vepra që Jezusi tashmë ka bërë. Besim, kjo është fjala, besimi i thjeshtë, i fortë, me zemër dhe i sinqert. Besoj që nuk do duhet as edhe një orë që të shpëtohesh. Në çastin që ti beson, ti je i shpëtuar. Në çastin që hiqni dorë nga të gjitha gjërat ku keni besuar më parë dhe besoni vetëm në Jezus Krishtin për shpëtimin tuaj, ju bëheni të krishterë. Kjo është kura për shpëtimin. Këta janë përbërësit: mëshira e pasur, dashuria e madhe, hiri i pamas, të gjitha të mbështjella në një dhuratë falas që e pranojmë përmes besimit. Siç mund ta shihni, shpëtimi ka të bëjë vetëm me Perëndin. Është blerë prej tij, është ofruar nga ai, e vetmja gjë që mund të bëjmë ne është ta pranojmë atë. Unë dua që t'ju pyes sot: a jeni gati që t'i besoni atij? Mund të thoni po më lër të mendojmë për këtë, jo nuk ka asgjë për të menduar, ose do t'i besoni atij ose jo. Mund të thoni po nuk mund ta marr sot këtë vendim. Nëse nuk merrni një vendim sot, atëherë e keni marrë një vendim. Merrni vendimin që t'i besoni atij. Nuk do të ketë më kurrë një kohë si kjo. Faleminderit që ishit me mua sot në moment vendimtar. Sa më shumë që e studiojmë fjalën e Perëndis, aq më shumë e kuptojmë që Perëndia ju i dashur dëshiron të ketë një marrëdhënie personale me gjithë secilin prej nesh. Nëse ju do doni që të filloni një marrëdhënie me të, hapi i parë është që të pendoheni për mëkatin tuaj dhe t'i kërkoni Jezus Krishtit që të bëhet Zoti dhe shpëtimtari juaj. Sapo ta merrni këtë vendim për të pranuar dhuratën e Perëndisë për shpëtimin, do të fillojë udhëtimi juaj me Perëndin si një krijesë e re në Krishtin. Nëse sot e keni marrë këtë hap besimi, ju inkurajoj që ta ndani vendimin tuaj me të krishterë të tjerë në një shërbes të besueshme apo të një kishe zonës, dhe që të vazhdoni të rriteni në besimin e sapo gjetur. Perëndia ju bekoft ndërsa filloni ecjen tuaj me Perëndin. Pres me padurim që të shihemi herën tjetër këtu në moment vendimtar.